ky hotel disponon 69 doma, ndërtesa më e lartë në qendër të Sarandës. Ai hotel disponon 155 doma dhe ndodhet në zonën e plazhit në Durrës. Këto hotele dhe biznesi që ne kemi filluar, ka lindur krejt spontanisht. Ne jemi 3 miq, jemi takuar rastësisht dhe na lind ideja që të futemi në hoteleri. Pas këtij hoteli, ne morëm dhe një hotel tjetër në Durrës, të cilën aty është miku jon që po merret me menaxhimin e tij dhe këtu jemi unë edhe Ervini. Unë jam nga Korça dhe ne është nga Delvina. Jemi takuar rastësisht në Durrës dhe aty na lindi kjo ide, duke njohur dhe më shumë zonën e nea këtej, dhe tha, pse mos bëjmë një diçka të bukur për Sarandën. Unë nuk kisha qenë asnjë në Sarandë, ishte hera e parë që vi Sarandë. Ka nisur në 1 janar të 2024 si ide dhe shapur në muaj mars të 2024, sepse janë kryer punime për të dalë kjo gjë kaq e bukur. Investimet që janë bërë plus në këtë hotel nga ana jon ka qenë spaja, pishina mbyllur e cila është për sezonin dimëror ashtu edhe veror sepse është e mbyllur. Ajo është me ujë të ngrohtë, hidromasazh, gjithashtu sauna dhe dhomat e masazhit. Edhe investimet komplete veranda që është në katin e 15 vjet. Saranda nga lart e kupton. Në total ky hotel disponon 69 doma. Në këto dhoma, dhomat e katit të 14 ka doma deluxe, double, triple, superiore dhe junior suite. Turizmi kryesor është tuaj më shumë se vendas, gjerman, polak, italian shumë, nga grek vizitojnë shumë kohët e fundit, dhe shqiptarët e kanë më shumë pjesën e dimrit. Është kjo pjesa që shohim këtu, që është rooftop dhe restorant, që në darkë është komplet një gjë shumë të bukur sepse duket nga lartësia, duket gjithë qyteti, gjithë deri te qyteti. Normalisht shikon dhe yjet si mund ta quash. Ky vend këtu është shumë interesant sepse është godina ose ndërtesa më e lartë në qendër të Sarandës. Ke fushpamje komplet në gjithë gjirin e Sarandës, kanalin e Korfuzit edhe ishullin e Korfuzit, që është jashtëzakonisht shumë interesante. Çdo biznes do punën e vet. Një biznes i thjesht apo një punë e thjesht do punë, mund, djerës, kurse hoteleria ka diçka tjetër. Do guxim edhe risk që i shtohen këtyre të tjerave. Ne jemi 3 miq, kemi jemi takuar fillimisht në Durrës dhe kemi nisur me Sarandën. Miku i tretë i Joni që ndodhet në Durrës, duke parë ecurinë që pati ky hotel, vendosëm që të marrim edhe një tjetër në Durrës. Edhe kështu na u bën nga 1, u bën 2. Në Durrës kemi hotelin Aysel Hotel, i cili është një investim i ri i këtij viti dhe i hapur po këtë vit. Ai hotel disponon 155 doma dhe ndodhet në zonën e plazhit në Durrës. Ndodhet në vijën e dytë, por kemi dhe plazhin ton privat. Gjithashtu ai disponon edhe pishinë në rooftop në 40 dhe lounge bar. Toer Hotel ndodhet në qendër të Sarandës, në rrugën Onhezmi. Është si pikë referimi për qytetin sepse është ndërtesa më e lartë. Për pjesën e kuzhinës do plasë Ervini sepse Ervini ka eksperiencë më të lartë në këtë fushë edhe ndaj mbulon edhe pjesën i kemi ndarë disi punët. Mbuloj pjesën e akomodimit dhe Ervini të barit dhe restorantit. Hoteli ofron mëngjes, drek dhe darkë. Mëngjesi normal është bufe, ka shumë llojshmëri gjërash. Dreka dhe darka mbeten menu tradicionale, sarandiote. Toer Hotel jep mundësinë të gjithëve për të parë të pamje fantastike dhe për të shijuar diçka në rooftop dhe në restorant, që është i hapur gjithkohon 12 muaj viti. Ne kemi dashur që rehatinë dhe luksin ta përjetojnë edhe vendasit, jo vetëm të huajt, duke parë edhe çmimet që ne operojmë, nuk operojmë me çmime të shtrenjta, me çmime që janë të përballueshme dhe mund të vijë çdo kush, si në hoteleri dhe në rezervimi, ashtu edhe tek pjesa e barit dhe restorantit. Duke parë edhe review-t edhe përshtypjet që ne na ka lënë të gjithë si të huajt dhe shqiptarët në një kohë shumë të shkurtër, ne kemi arritur në një renditje shumë të mirë që në këto platformat online. Unë e kam provuar dhe të dalë jashtë shtetit, nuk ka si vendi jot. Dhe vendi jot është gjë më e bukur që mund të ekzistojë, sepse kemi kulturën tonë, gjuhën tonë, gjithçka. Plus se kemi një vend shumë të bukur. Shumë të bukur.
Dhe pse mos investojmë këtu, e gjithë të rinj duhet të rinë këtu, nuk duhet të ikin jashtë. Shqipëria është një pelë. Dhe ne për të menduam që ta bëjmë diçka këtu në Shqipëri. Duke ditur që është një punë der vini dhe unë vim nga hoteleri turizëm, ne që kemi arritur këtu e kemi nisë nga kamariera apo një pozicion tjetër, dhe nga dashuria për punën arritëm këtu kemi sot. Por është gjëja më e mirë për ne që mund të ekzistoj vendi jonë. Dhe jashtë nuk është e lehtë, është më e vështirë se këtu. Nëse ti atë energji e hedh këtu në vendin tënd, pritjet i ke më të mëdha. Gjithçka, çdo ide mund ta investosh në vendin tënd, jo në vend tuaj. Sepse kudo që të shkosh, i mbetesh i huaj, kupton. Ervin Cipi. Ne Qafa jemi drejtues të Toyer Hotel në Sarandë dhe Aisel Hotel në Durrës.